shikon t'i Kati që sinqeriteti është çelësi i suksesit? Sigurisht më janë. Gjithë të çelësi i suksesit, sinqeriteti është. Mirë është që të jemi njerëz të sinqertë. Gjëja më e mirë, ndoshta nuk je gjithmonë fitimtar me sinqeritet, Ke edhe pjesën e humbjes shumë shpesh, se mund të keq kuptosh dhe mund të përfitohet nga ky sinqeritet. Por ama si e themi neve, i fituari, i duruari, ai që ti je mirë me veten, ti je rat me veten. Ne këto fjalit që i themi për të ngushëlluar her pas here kur e gjejmë veten keq, dhe e kuptojmë që kemi qenë më të sinqertë se ç'duhet. Kjo ishte këshilla për peshqit sot dhe na bëri të jemi pak filozofik në këtë mëngjes, por le ti kthehemi gatimeve tona se jemi më mirë aty. Patjetër, Anela, unë nga ana ime do t'i uroj Anvisat që të kenë një ditë të bukur sot dhe do t'i ftoj si gjithmonë këtu te këndi ynë i gatimit për të parë receta që do përcjellim. Çfarë do të bëjmë neve sot? Këto janë gatimet që të cilat mund t'i bëjmë edhe si thua për një ditë shtune apo të diele që mblidhemi të gjithë rreth tryezës familjare. Do të kemi bukë e gjellë bashkë. Kam filluar që kohët e fundit të bëjmë diçka që t'i kemi edhe bukën edhe gjellën në tryezën tonë, sepse dhe hajde që t'arrim t'a bëjmë bukën vetë nuk e bëjmë. Por në mënyrë se si do ta sjell këtë lloj gatimi, bëjmë një brumë që pse jo mos bëjmë si thuash edhe do të mbulojmë tavën tonë që do ta bëjmë me këto perimet e stinës, por do ta shoqërojmë edhe me një petë që do të mbulohet dhe me bukë të vogla që unë do të bëj edhe një lloj marmalate me lule shtrydhe, por meqense kisha edhe ca kështu petale trëndafili, do t'i hedh brenda edhe ca petale trëndafili. Bëhet shumë marmalatë shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Atëherë, pa mundur kohë, neve fillojmë patjetër që do të fillojmë me recetën pjatën kryesore. Gjithmonë pjata kryesore është ajo që duhet t'i japim rëndësi dhe fillojmë që do të thotë, do të hedhim vaj. Anila, nuk më jep atë që kam hapur që përdora për brumi. Faleminderit. Edhe po e mbaj këtu. Kemi Gold në shtëpinë tonë plot nga kompania Teuta, vaj më i mirë i prodhuar nga farat e përzgjedhura të lule diellit, tepër cilësor. Vaj është shtëpi dhe është nga ato pazare që blihen nga 2, nga 3, nga 4 të jenë aty në raftet e gatimit, sepse çdo gjellë, çdo përgatitje kryesisht nis me vaj, nis me skuqe, nis me kavardisjen e mishit të qepës. Ne kështu i kemi receta tona tradicionale që kanë një bazë pothuajse fikse me qep me mish, dhe pastaj vazhdon me zarzavate të tjera sipas dëshirës që ju jeni duke gatuar. Dhe Kati nisi me njëherë nga puna. Mish viçi kam unë, të cilin siç e shikoni e kam prerë dhe në kubik të vegjël, jo në racione të mëdha. Sepse do ta bëjmë me perime të ndryshme që mund t'i ndodhen juve në shtëpi, që me specë, me patate, me kungull, me patlıcan, me karot. Pra çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi nga këto perime që unë përmenda, një miks është shumë herë më mirë për ta përgatitur këtë lloje, sepse është një lloj turlie me mish. Por mënyra se si do ta sjell do të jetë pak më ndryshe. Për të ndryshuar dhe atë të përditshme, nuk themi se do ju pjesin. Çfarë keni gatuar sot? Turli. Po turli bëm dhe po, e dim ta bëjmë, nuk është ndonjë. Atëre, ne nuk do ta bëjmë turli. Jo, s'është problemi vetëm për mua, por edhe në shtëpi që na thon, po çfarë do na sillesh sot? Çfarë do bësh sot? Turli. Po turlin sot nuk do ta bëj ashtu siç e bëj nga hera, do ta bëj të mbyllur me një petë që do t'japi një tjetër shije dhe do të shijojmë edhe petën bashkë me turlin. Ja që nuk është ajo turlia e zakonshme. Dhe sa neve tham për pjesën e turlis, tani këtu edhe mishi filloi domethënë që të bëhet gati. Duhet të kavërdiset mishi dhe pa të hedhim qepën, sepse ju kam thënë dhe herë tjetër që qepa lëngëzon, nxjerr lëngje edhe na e zbut mishin dhe nuk na e lë të kavërdiset. Prandaj fillojmë me pjesën e mishit fillimisht edhe pastaj shtojmë edhe qepën. Tani këtu unë, siç e shikoni, këtu kam një shkop kanel të cilat këto do t'i heq në momentin që do t'i vendos pastaj në furrë, se kjo gjellë do përfundoj në furrë. Hedhja 2 gjethe dafine, meqense janë të vogla, hedhje ca kokra piperi. Ato do ngelen në fund në momentin që do ta marrim dhe do ta hedhim në tavë gatimin tonë, kështu që mos e keni probleme. Dhe se në ngelet në një si thua kokër piperi, nuk ka problem, në fund të fundit i jep një tjetër shije. Dhe kur të jetë momenti, ne shohim pak në ekran recetat. Ja të shtojmë edhe qepën, edhe kam ja 2 thelpinj hudhër. Okej. I hedhim edhe këto. Tani Anila mund të marrësh kohën për të bërë, domethënë, edhe prezantimin e recetave, ndoshta edhe të recetave të tjera.
Po, i shojmë të gjithë Mund të përbërësi. dur, sa më të më bëtë që pagati. Okej. Faleminderit. Mish turli i mbyllur me bukë. Kështu që nga titulli, nga emri kjo receta jep një lloj kurioziteti. Na duhet 1 kilogram mish viçi, na duhen 3 kokra qep, 2 thelpinj hudhra, 1 lug salcë domatesh, 1 spec djegës, 2 gjethe dafine, 1 shkop kanell, 2 karota, 2 patate, 2 kunguj. Kjo është receta e plot e mishit turli që ndërkohë do të vi në një mënyrë krejtësisht ndryshe. Marmelat me lule shtrydhe, na duhen 300 gram lule shtrydhe dhe 50 gram sheqer dhe sigur që do të kemi një recet të këndshme fundjavë për ta shoqëruar ato midis vaktet, për të bërë ndonjë kek të vogël, për ta lyer sipër, për të zbukuruar biskotat, për të lyer bukën. Për të lyer bukën, për të ngrënë domethënë mëngjesin ton, pse jo dhe mbas ditën ton, sepse është një marmalat që shijon shumë mirë. Neve përveç se unë kam marrë domethënë meqense do bëja këtë petën për të mbuluar tavën, bëra më tepër brum, se është një brum i cili ka një tjetër lloj, domethënë këtu shtoj dhe pak kos, pavarësisht se unë shtoj maja, i vura dhe pak kos, më bëjnë ca bukë të buta për të shoqëruar me marmalat. Do t'rregojmë tani më brapa se do t'rregojmë të gjitha këto edhe pse jo mund të jetë për mëngjesin e fundjavës. Këto bukët e bëra vetë dhe një marmelat e bërë vetë me lule shtrydhe mund të jetë mëngjesi juaj fundjavës. Por bëj marmelatën dhe pastaj mund të bëni dhe krepa, mund të bëni dhe petulla, sepse janë kështu si tradit mëngjesi fundjave këto. Edhe këto bukët janë shumë të mira dhe shumë të shishme për t'i bërë, domethënë. Do të tregoj mënyrën se si bëhet brumi më mbrapa. Tani këtu hapë, si gjithmonë që unë ju them për punën e salcës, këtu do të përdor salcë, nuk do përdor domate, do përdor salcë. Mundet të përdorni domate të grinë rende, ose në blender juve zgjidhni vetë. Çfarë t'ju ndodhet ju fundit në shtëpi, nuk është e thënë se duhet me patjetër salcë. Tani i bëjmë një kavërdisje e salcës ashtu siç them. Nëse do të përdorim salcë, ju e dini mirë më tani mënyrën se si unë veproj për punën e salcës, për të nxjerrë aromat e mira që përmban salca, por dhe të ikë era e salcës. Është shumë e rëndësishme, domethënë, si veprim. Dhe tani këtu, përveç se salcës, do shtojmë edhe patjetër kripe dhe piper. Unë kam edhe rigon, sepse i shkon faktikisht të këtyre. Por do t'a hedh në momentin e fundit që do t'a hedhim në tavë. Okej. Hedhim edhe piper. Vazhdojmë në thënë që të kavërdisen tani këto, të zbutin. Dhe këtu më mbrapa do të shtojmë edhe perimet që neve kemi bërë gati. Po. Janë larë, janë darë në copëzat të mëdha. I kemi vendosur në një enë me ujë, është kjo mënyra më e mirë për t'i ruajtur zarzavatet gjatë kohës që i lëm gati pra për të nisur gatimin. Tjetër që unë kam, sipas dëshirës, mund të shtoni dhe ndonjë specë djegës. Faktikisht i shkon, i jep një shije aq sa duhet pikante, por nëse ju keni probleme me stomakun ose keni probleme që keni fëmijë të vegjël që nuk e duan, mund të mos e shtoni fare, por kjo varet nga dëshira juaj. Lerës do ta shtoj në momentin e fundit edhe atë, që të marrë shije aq, domethënë shumë pak, një shije delikate, jo shumë djegës. Kështu që tani fillojmë edhe hedhim. Kemi bërë goxhaneve këtu nga këto perime. Se dato do mblidhen këtë gatuan. Kështu që edhe tavën e kemi goxhat madhe. Ajo që ka, këto janë Anila, ngjyra, shije, vlera ushqimore, në çdo lloj perimesh ka ato vlerat e veta ushqimore dhe turlia mund të them është një nga gatimet tona tradicionale faktikisht që na përket si popull, por jo vetëm neve, të gjithë e duan këtë lloj gatimi, por mënyrën se si e sjellim ne faktikisht është diçka si e veçantë nga gatimet e tjera. Ja, kështu. Edhe për punën e këtyre që duhet i vendosni në një enë me ujë, si që kemi pasur dhe ne, që mos të nxjihen as patatet, as patlıgjanat, as to. Tani nuk ka nevojë që ta tërëzojmë, sepse është e pamundur për të tërëzuar dhe që mos të kemi problem, neve fillojmë edhe mburojmë me një kapak. Këto nuk janë spinaq, nuk janë lakra, se unë gjithmonë kur kam këto gatime të tjera, them që jo kapak. Ndërsa këtu në këtë moment duhet me patjetër kapak që të ulim vëllimin. Heqim këto që janë të panevojshme. Boshe dhe vijojmë tej me gatimet e ditës së sotme. Ne kemi bërë një super brum këtu që ka ardhur edhe është mbushur, është fryrë tasti plot që do të na duhet për këtë recet dhe për bukët e vogla dhe ajo që themi gjithmonë është që të bëni këtë brumin kështu
që vjen kaq mirë, po, është fantastik, sepse është mielli. Është mielli Ola, mielli për çdo përdorim. Anvisat e din sepse e përdorin në familjet e tyre dhe din domethënë të dallojnë edhe mielra, edhe të gjitha produktet ushqimore, kështu që neve nuk kemi të themi më tepër, thjesht të marrim të ne i gatuajmë këtu, ja u tregojmë, duke qenë se jemi çdo ditë në këtë studio, jemi live, e themi gjithmonë që kur gatuan live nuk i fshet dot ca gjëra, ndaj është nëse brumi vjen, nëse buka delë fryrë e shishme e shkrifët nga brenda ju e dalloni gjatë kohës që ne nxjerrim nga fura, kështu që tregues më të mirë se të gatuarit në një emision të drejtë për drejt, nuk ka ku të shkojë. Ndaj është mielli Ola nga kompania Atlas me të gjithë variantet e tij që ndodhet në treg, suporti më i madh në gatimet me bazë brumi. E jo vetëm kaq, unë e përmenda në fakt utën kur ishim duke skuqur pikërisht me vaj në farave të lule diellit, po ndërkohë që Teuta vjen me një gamë të gjerë të produkteve në treg, që nga sheqeri, nga niseshtja, nga vaji, nga farat e ndryshme, nga drithërat, nga këto paketimet që nga meli, amaranthi, susami, t'ja tregoj kështu se i kam shumë qef, se janë të vogla dhe shumë të këndshme. Ndërkohë siç them gjithmonë, një zgjedhje shumë e zgjuar është që pas çdo paketimi ju keni edhe receta, keni edhe ide se si mund t'i përshtasni nëse nuk e keni përdorur amaranthin për shembull, apo melin në gatimet tuaja, apo mikset e farave, të dritërave, të thjerrzave etj. Lexoni në paketim dhe gjeni edhe një mënyrë se si mund ta sillni në shtëpinë tuaj. Me qenë se jam këtu, po ju përmend pak edhe vezën O Vital, cilësi e jetës, vezët e jetës, janë këto të cilat ju i keni në ekran, edhe siç e them gjithmonë, keni mundësi blerjeje që nga 8 kokra e deri më shumë, pra varet sa persona jeni në familje. E ndërkohë që ta përmend pak edhe vudin tim të preferuar, që sjell gëzim, që po bëjmë ne sot. Këto bukët mund t'i bëjmë edhe me salçiça. Një ide tjetër, kush i do të kripura, pra dhe nuk i do me një marmalat lule shtrydheje, pse jo, me salçiçet vudi shijojnë sërish kaq shumë e kaq mirë. Atëre, mund të marrim nga ato tava neve Anila. Këtu. Po, atë se do vëmë këto bukët që për ti. Mund ta vendosim diku përpara që ta kemi kështu. Furrën besoja kemi të ndestur, okay. Pak fare vaj Anila. Se me që kam duart unë kështu, i bëj edhe me do ta bëj me dorë, po. Faleminderit. Ka shumë, po. Okej. Nuk duhet dhe shumë është, po megjithatë sa gjë se po ta shumë, ta fshim me një letër. S'ka problem. Ka zgjidhje, e heqim. S'ka problem, jetë do hedhim pak miell. Okej. Që të vendosim bukët. Ja, e palosim bukët. Kështu nga brenda. Nga brenda kështu. E vendosim këtu. Fillojmë edhe, bëjmë palosjet edhe. Pra do bëjmë bukë të vogla. Neve këtë brumin sot, përveç se majas, e kemi zënë edhe me kosë. Me thënë kemi përdorur edhe kosë brenda, kështu që do të bëhen. Do kene edhe atë shien e mirë, e do të fryen. Ta të hedhim pak këtu se... Nuk dolën të barabarta? Nuk dolën, po s'ka që tani. Nuk kemi gramatur. S'kemi. Mirë është që të jenë në mënyrë të barabarta, faktikisht, që të kenë atë sepse koha e pjekjes. Po 25 minuta duan këto. Dhe do t'i kemi gati. Shumë mirë. I palosim, bëjmë këto palosjet nga brenda dhe them që kur bëhet kjo palosje, akoma më shumë punohet brumi. Ja. Tani, neve këto, do t'i bëjmë një prerje. Edhe do t'i lagim fakt me pak ujë. Do t'i jedhim susam, apo jo? Tjetër, po, do t'i hedhim. Do t'i jedhim. S'mora fikën tjetër, se kjo... Do të ta sjellon. Ajo është i thiksharë dhe me zërë të... Nuk është për këtë punë. Të të madhen fare? Shive njërë këtë? Ma je pa të skajgji, faleminderit. Se të mundohesh në i keme? Ashtë. Okej. Thjesht nga një të gërvishtur të letë, edhe për ti dhënë pak. E shikon nga që është ambientin ngrohtë, këto me njerë filluan. Fryen, që të marrin, do me thënë, dhe s'ka nevojë të qëndrojnë. Neve do t'i vendosim direkt në furrë, sepse është brumi ka ardhur tamam. T'i lagim me pak ujë dhe t'i bëjmë
Dale, se marru një kështu Anila, se Nuk të kemi duhet këtu. kjo, okej. Me një furçe me ujë. Edhe me farat e susamit. Ose mund të filagi me, si thuash, me një vezë, të verdhën e vezëve me qumësht. Mund t'i bëjnë kështu, atë bukën do t'a bëjmë me të verdhë vezë edhe me qumësht, ose me ujë. Okej. Por këto do t'i bëjmë kështu, s'ka problem. Sa për të qëndruar Susami. farat e susamit, po, që të ngjiten në bukë. Dhe kur të piqen, të Do qëndrojnë edhe në fara bukë. susami, po do t'i hedhe edhe pak miell faktikisht. Ose do bëj dy ashtu. 2 me miell, 2 me fara susami. Ashtu bëj, po, edhe I tregojmë kur të piqen të dyja variantet. Tani, të hedhim 2 me fara susami. Sa që ka bukët me susam? Ka një aromë shumë të mirë. Po, pra. Ka aromë të mirë. Por do bëjmë edhe këtë. Mund të hedhni edhe miell misri, ja? Edhe miell misri, kështu nga sipër. Edhe miell misri t'i shkon. Po edhe kështu. Ja sa këndshëm. Ja, tani këto neve do t'i vendosim në furnë, nuk ka nevojë t'i lëmë më tepër, sepse si që shikoni, dhe në momentin që neve I lëmë, e kemi zënë brumin që në mëngjes, kështu që ka kaluar më tepër se 1 orë dhe kemi nevojë tani që t'i vendosim në furnë. Në furnë në një temperaturë 200 gradë dhe do t'i lëmë për rreth 25 minuta dhe do t'i kemi gati. Dhe furra jonë është gati e para ngrohur. Dhe ndërkohë që ne pak e nga pak po shkojmë në kohën e shkëputjes. Dhe kemi ardhur fiks në momentin e duhur për të bërë një shkëputje që të pastrojmë pak shpinë. Shumë mirë. Që është gati se e ka shumë rakt këtë banakun këtu, kështu që po ju lëm pak, kemi publicitet, do të shohim së bashku dhe fleshin informativ të orës 9:30 dhe kur të kthehemi këtu do I kthehemi përsëri punës pas pak. Mirëmëngjes edhe një herë, ju që na ndiqni vetëm tani, ne kemi nisur që herët këtë emisione dhe sot, si çdo ditë tjetër të javës, kemi nisur të gatuajmë, kemi bërë gjëra të shijshme, kemi akoma shumë për të bërë e për të treguar. Kemi vërë bukët në furnë dhe po I presim tani, sepse ishte ai pushimi I madh që thamë neve që dolëm me pushim të madh. Kështu e, po, patjetër. Dhe jemi këtu që edhe, si thuaç, gjella jonë është bërë gati për të vendosur në furnë tani, siç e shikoni, me këto ngjyrat e mira, me këto shijet e mira. Këtu tani është momenti që neve duhet të heqim me patjetër thash kanellin, që duhet ta heqim. Gjethet e dafinës do I shikojmë në momentin tani që do t'i hedh brenda tek tava, do t'i shikoj dhe do t'i heq. Mirë është I heqim dhe po ngeli brenda nuk ka problem, por I jep një çiksi tepër, si thuaç, aromën e gjethes dafinës, gjë që ne nuk e duam kaq shumë. Nëse qëndron më shumë, ha? Po. Okej. Le t'i heqim edhe këto. Pra kemi bërë një turli me mish, me qep, me zarzavate. Duke skuqur mishin, qepën, kemi shtuar një shkop kanell, disa kokëriza piperi, gjethe dafine, zarzavate të ndryshme të stinës, patate, spec, patëllxhan, kungull, çfarë të keni në shtëpi, karot, pra varet edhe nga ajo që keni në shtëpi, rëndësi ka që të keni një mix me 3-4 lloj perimesh të ndryshme dhe të përgatisni këtë gjellën pa lëngje të tepërta. Jo, nuk duan lëngje, se këto do kalojnë tani në furrë dhe kështu që nuk duhen. Dhe thash për punën e gjethësave të dafinës, mirë është që t'i heqni. Ja neve na dolën të 3 këto që unë hodha. Ishin të vogla, prandaj po. Edhe tani e kemi gati për ta vendosur në furrë. Dhe thash, sipas dëshirës, mund të shtoni edhe një specë djegës. Faktikisht mua më pëlqen, I shkon shumë dhe nëse dhe juve në shtëpi e preferoni dhe e doni, mund të ta vendosin sepse vërtet do t'i japi një shije pakës, nuk është se do I japi tepër shije dhe ata që janë si thuaç që e duan specin, mund ta konsumojnë pastaj mbas pjekjes tavës. Tani sipas dëshirës, nëse doni, tjetër gjë që I shkon këtu, mund të shtoni pak vaj ulliri. Po. Ajo pjesa e fundit që ka ti. Edhe kështu, si që keni nuk ka problem, por që është një gjë tjetër ekstra, për t'i dhe një tjetër shije. Kati, ndërkohë që ne punojmë, ato mere mund me, çfarë duhet të bëj? Se luleshtrydhet duhet të pastrohen besoj? Faktikisht duhet të dilë një gjë. Luleshtrydhet fillimisht I lajmë siç janë kështu me pjesën jeshile, me atë bishtin, me gjethen, dhe pastaj I presim, I presim dhe pastaj I lajmë, sepse futet ujë në brëndësi, dhe këtë gjë ne nuk e duam. Kështu që Anila të lutem, nëse ke mundësi
ndryshe dhe t'i ndajnë në copëza më të vogla. Okej. Shumë se në tip marmelate do ta bëjmë, mund të grihen edhe në blender që ta nxjerrim si një shurup për të serviru për këto gatim ëmbëlsira të ndryshme, por ne do ta bëjmë marmelat dhe këtu kam edhe djeza trëndafili, petale. Petale që përdoren edhe në gatime. Ore ki brumi jonë sot se sa i mirë që ka bërë. Shumë i mirë është bërë dhe vazhdon vjenë, që sa herë që e shohi, ma herë duket që... Edhe mos mendoni që të vi brumi duhet që të hini sa më tepër maja, jo, është gabim ajo që majaja duhet aq sa duhet. Kati shikoj më ndjes. Unë falemderit shumë. Po shumë, një leja ashtu duhet. Jo, thash mos kendo një... Jo, asë një gjej, ti di shumë herë më mirë nga mua, vajzat e reja tani, që nuk din, edhe unë të kam parë që je shumë e shkathët në kuzhinë dhe je shumë e mirë. Nuk e parë. Po. Kati që nuk i kursen fjalët e mira asë një herë. Atere, me që se ne po merrem me punë, dhe recetat i kemi parë vetëm në pjesën e parë të emisionit, pra në këtë rikthim që kemi bërë, nuk ja u kemi sjell në ekran, dhe unë e di që ju i doni. Mish tuli i mbyllur me bukë. Një recet për të mos humbur kjo e sotmja. Në përgatitjen e kësaj recete na duhet 1 kg mish viçi, 3 qep, 2 thelpinj hudhra, 1 lugë salcë domatesh, 1 spec djegës, 2 gjethe dafine, 1 shkop kanell, 2 karota, 2 patate, 2 kunguj. Atëherë Janela, po presim pak këtu që të vë këtë bukur? 300 gram lështru dhe 50 gram sheqer. Kaq. Do bëjmë një marmelat. Është shumë mirë atëherë. Edhe ne do të shiko të dashurani, se shiko se sa thjesht, domethënë që hapet ky brumi, domethënë s'kishte nevojë edhe me këtë dhe thjesht me duar ta bëni kështu. Nuk e di ty të qellojnë brumra ato Kati. I çan ta kam thënë edhe kur s'kemi qenë në transmetim. Që nuk e di pse të dalin kaq të mira. E di pse se unë i bëj thjesht me dorë, nuk i bëj me. Po ti se të dalin kaq të mira aty. I hap me dorë. Më pëlqen, domethënë jam shumë praktike në kuzhinë, Anila, nuk jam... Ndoshta tani eksperjenca e bën të vetëm, po kam përshtypjen që është dhe kjo puna e brumit është një çike edhe me njëri. Anila, dhe ti kur të vesh në moshën time, sigurisht që jo që i bën kaq të mira dhe e kaq e mirë që nuk di çfarë të them. Kjo Kati do të kryej funksionin e një kapaku? Po, si mbyllim me tenxhere presion, po kjo është më e mirë, se tenxhere presionit ka atë vetin që e nxjerr të gjitha avujt. Kjo bën shup. Nuk bën shup. Kjo e mban gjithë komplet avullin brenda, edhe siç e pa të dashura visa, ne nuk përdorëm fare ujë. Janë me lëngjet e veta dhe me avujt që do të krijojë tani buka. Dhe kjo bukë tani që ne vërëm sipër, kjo peta konsumohet. Bëhet një petë që do ta shijojmë pastaj me lëngjet që do të na dalin nga pjesa e gjellës. Ja, kjo është, nuk e di tani si e kemi këtu. Ja, shumë mirë duket. Mirë duket. Tani se do ta pjekim në këto që mos e rrezikojmë. Para se ta pjekim, ta bëjmë çik të bukur akoma. Ta bëjmë. Ashtu. Ne të marrim një vezë edhe ta bëjmë se do dalim më bukur. Kemi dalin këtu. Ja, ti bëjmë një vezë, ti jedhim dhe pak vaj faktikisht, që vaj e ndihmon që të piqet, edhe veza e ndihmon që të bëhet e bukur. A ti hedhim dhe çik susan, si thua? Po, pse jo? I jep tjetër shije. Prit të laj pak duart, unë dhe të hedhe këtë edhe. Duart laj. Edhe, ndërkohë unë edhe 2 lule shtrydhe kam, një se një do ta ha. Kur Kati mos e ketë mendjen. Anila, bukët po na bëjnë të mira. Dhe ti më the mua, shiko bukët. Të thash po i pash vetë. Si kam parë fare deri tani. S'ka gjë se i pash shumë. Se Kati, kur jemi në reklama, më jep këto porosit. Shikoj pak bukët Anila se unë do t'i harroj. Dhe në fakt, i harrova unë, po... Ta dini sa të mira kanë dalë. Shumë të mira, faktikisht. Kush vaj? A, e më vëm këtu. E vendosim këtu, tani prapë bëm rëmu... Kjo është i pa hapur. Kemi këtë tjetërin të hapuri. Urta, unë i kam duart më lështër dhe. Kati, shtë bëjmë këtyre tani, apo t'i lëmë shumë për moment? Në tenxhere direkt, edhe gjysmë filxhan sheqer, edhe i vëm që të zien. Asi gjë, ajo bëhet me njerë, ëmbëlsira më e shpejt. Nëse doni, mund t'i bëni do me thënë që të vendosni sheqerin luleshtrive që në darkë dhe të neshme pastaj vendosni për të zjerë. Dhe bëhen shumë shpejt, do me thënë, është një ëmbëlsirë e shpejt dhe shumë e kënaqshme për të gjithë. Do të hidhir janë lasiqen. Jo dha. Tani e përzijem mirë këtë neve. Lule shtrydhet në tigan, në tenxhere. Sheqer sa? Gjysmë filxhani. Gjysmë filxhani. Ja, filxhanin që ke atje. Po, në do t'a shplaj se e përdora për bishtat. Se kemi një filxhan që Kati nuk e ndarë, e ka mas fikse. Më falë. Jo, asnjë gjë.
gjysmë filxhan. O Kati, Urdhon. kemi një sheqer të hapur, atë marrë këtë? Merë, s'ka gjë. Në falni, se unë Teuta kuzhinë është lëviz edhe ai. shumë. Edhe bëj dhe rëmuj. Gjysmë filxhani sheqer. Gjatë pjekjes tani kjo do rritet vëllimi i kësaj bukës, nuk do ngelet kështu. Po bëhet edhe e shishme nga pjesa e vezës. Ata heqim që mos të ngelet vënde e më tepër vezë. Jo se na pëson gjë, po besoj u lihet gjithandej. Mund ta bëni dhe vetëm me të verdhën e vezës, ë? Kati, Po unë e odha në të që dy. temperaturë ta lë këtë? Urdhë? Në temperaturë të lartë? Të lartë. Neve tani e duam të lartë. Ambisat në shtëpi le ta bëjnë në temperaturë mesatare. Ne do ta bëjmë të lartë sepse duam që të na bëj. Nuk është se Pesojmë bukët. kam ndezur furrën tjetër Anila, s'ka probleme Sa edhe jam posa bërë. shumë. Tani këtë neve vendosim në furrë. Të furra poshtë. Po. Shë rënda, jo, me kujdes se është dhe tava. E rënd, Prandaj tham është dhe e vendosim, po. mbushur, se brënda ka turli, ka një petë sipër. Thoni që nuk po ju japim ide të mira. Jam e sigur që shumë për jush janë ngasmuar tani nga këto recetat që po sjellim sot. Shikojni pak bukët. Mund ta hapim furrën apo s'duhet hapur furra? Ta hap një çik? Lejohet? S'ka problem, se s'janë kek, buk janë. Po mi pra, më kthej një përgjigje, se ngela me dorë të furra. S'ka problem. Sa të mira janë bërë. Ndonjëra vjen Kaq shumë tani, për të do të shihni qeshur pastaj. në studio, po s'ka gjë tani çfarë të bëjmë ne? Ndodh ndonjëherë edhe kjo. Herë na vjen dhe për të qeshur, them. Po nuk thua shoqër që na vjen për të qeshur. E mirë është në fakt se Tani, për momentin nuk besoj se kemi nevojë të rikujtojmë recetat. Pra kemi bërë një turli të mbuluar me një petë brumi fantastike, Kati si për u kujdes që peta të jetë e shkëlqyeshme, butë, e shishme, gjithashtu duke e spërkatur edhe me vezë, duke e lyer me furçe e tjerë e tjerë. Kemi vendosur lule shtrydhet me një gjysmë filxhani sheqer, ku do të bëjmë një marmelat apo një reçel, po është më i hotë se reçeli, kështu që shijon shumë me lule shtrydhe, fëmijët e duan po aq shumë, dhe ta ruani kështu në frigorifer. Pra ne jemi në këtë stinën e pranverës, jemi në maj tashmë, kështu që duhen shfrytzuar edhe këto frutat edhe zarzavatet që stina t'i ofron, për të mos i blerë të gatshme të gjitha, siç është rasti i marmelatave apo reçelave të ndryshëm. Më mirë një kabanos të vogël të bërë vetë me duart tuaja në shtëpi, që e konsumonin në pak ditë, edhe kur gatuan edhe kështu reçelira ose ëmbëlsira merr dhe një aromë të këndshme gjithë shtëpia, Kati? po. Dhe ka një lezet më vete, edhe buka pastaj. Bukët unë vazhdo t'i kem shumë qef, ndoshta sepse nuk i godas dot kështu si ty o Kat, po Jo më jo se Kam i shpresa, kodet shumë mirë, tja nuk Do t'i diskutohet. nxjerrim bukën nga fura, apo do i lëm të bukën kullojnë? nga fura. Unë tani kam thash ca petale trëndafili, i shkon jeshtë zakonisht shumë dhe bëhet. Petalet e trëndafilit bëhen vetë kështu recel ose gliko. Po. Por edhe këtu një bashkëpunim me këto lule shtrydhet bëhen shumë të mira dhe të shishme. Kështu që do t'i heq unë tani këto ta kulloj, se kam lënë në ujë. Si janë trëndafil i kuq, janë këto trëndafilat rozë. Rëndësi ka që të jenë bio. Po, është e rëndësishme Është shumë e rëndësishme kjo pjesa e trëndafilave. Pra të atyre baçeve të vjetra që kanë mbetur, që vazhdojnë dhe kanë këto trëndafilat e vegjël, me shumë aromë, edhe me këtë ngjyrën e bukur, që janë origjinal, janë trëndafilat si duhet origjinale të janë. dhe japin aromën e mirë origjinale në momentin që tani, këtu bashkë me këto, si pas dëshirës mund të shtojnë. Mua në fakt më pëlqen të jem thjeshtë kështu me aromën e tyre. Disa shtojnë edhe vanilje brenda. Të jem e sinqert, nuk është se më pëlqen kaq shumë. Dua të kem atë thjeshtë aromën dhe shijen e lule shtrydhes. Ajo që dua që të shtoj është të thjeshtë 2 pika limoni vetëm. Asnjë gjë tjetër. Megjithatë, edhe për pjesën e lule shtrydhes, nga që janë vetë që kanë atë aftësinë, nuk është e shumë e nevojshme. Po. Të jemi realist. Por që nëse dua mund ta bëjmë vetë se atë veprim, asnjë gjë tjetër. Për të, si thua, vërtet kanë atë vitaminën C pafund edhe këto, por dhe ai limoni jep një tjetër shije. Kështu që nëse duan mund ta hedhin, nëse jo, nuk është e rëndësishme. Si të tani? Se po t'ishte do i kisha vënë edhe aty do i kisha thënë. Do bëjmë brumin e tani. Le ta bëjmë brumin, sa të na ato të na bëjnë gati. A kemi kohë? 7 minuta.
sa ta mendojmë pak. Sa ta mendojmë pak? Jo, ta bëjmë brumin, sepse duhet të... Po, do të tregojmë Anvisave se si bëhet brumi. Okej, tani vëmendjen këtu. Doni të bëni ato bukët e bukura që pam në furr? Do të bëjmë kështu. E ula fare, më fal. Të vjun atë? Kishte temperaturë të lartë edhe... S'ka që e lëm të qetësohet, pak dhe eri Qetësohet dhe pastaj vendosim brenda. Atëherë, për pjesën e brumit, neve thamë në fillim fare, që çfarë duhet të përdorim për të përgatitur këtë brumin. Këtu kam maja, faktikisht për masën që neve kemi duhet një lugë të çajit. Edhe në një lugë të çajit, nëse hidhni dhe nëse lëni me orë më tepër, sigurisht që edhe për rreth 800 gram ose 1 kilogram miell nuk ka problem, mundet të vi edhe me një lugë të çajit, është e mjaftueshme. Sidomos tani në kohët e nxehta nuk ka nevojë të shtojmë maja shumë. Më mirë të lëmë atë kohën e zgjatjes, domethënë edhe vin shumë shpejt buka tani se është ngrohtë. Sidomos ne këtu në studio na vjen shumë shpejt buka. Siç e pat neve i lam bukët dhe ato erdhën vetë në moment. Gëshërët. Shiko tani, unë disa e zënë kështu, bëjnë atë, si thonë, majan, me kërë se kemi majat të thatë, unë i hedhë kështu të gjitha edhe rezultati ja ku është. Kështu si që bënd tjedua. E ka idenë e vetë, e ka ato, unë i hedhë të gjitha njerësh. Tani, për pjesën e brumit, bëj gjysëm unë tani, nuk do hedhë të gjitha. Me qënë sa shumë, mos në shkoj. Ja, se kemi bërë një, ashtu ja, gjysëm, 500 gram. Si që kemi thënë, Ola e ka gramaturën brapa, kjo për t'ja u lehtësuar punën, edhe pse me sy mund të dalloni, por kur keni gramatura, ku diun 200-300 dhe syri nuk e lexon aq mirë sa që është gjysma e paketimit, i keni ja këtu. Me radhë. Edhe për pjesën e majas, tani unë edhe kështu. Bibe këtë. Tu kam sheqerin. Jo kripën. Se kemi edhe sheqeri po. Edhe sheqer. Tani që hodha sheqerin, e përzije një herë. Edhe pastaj hedh kripën, por rezultati më ka thënë që edhe kur kam hedhur, edhe kripën, edhe ashtu, të gjitha bashkë nuk është se më ka ndikuar. Ka pas një ndryshim. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Tjetra tani, pasi kemi hedhur këto përbërës, ujin sigurisht që duhet ta kemi të ngrohtë, domethënë në të vakët. I përzijem fillimisht këto. Kemi kos, 2 lugë të supës. Në 1 kilogram ose në 500 gram, sikur hodhe dhe 2, sikur hodhe dhe 3 nuk ka problem, se do të shkojmë te pjesa e ujit. Kosi mirë i bën, faktikisht e bën të butë dhe jep një tjetër shije. Në bukën e zakonshme, nuk ka nevojë që ta hedhësh kos, bëhet thjesht vetëm atë. Tani këtu duhet dhe vaj. I hedh pak vaj tani dhe pak më duhet vaj në momentin e fundit që do ta mbledh. Hedhim edhe ujin. Pra në 500 gram duhet 250 gram uj. 250 ml. E shikoni tani, e trazoni. Sa i do me thënë të bëhet një brum i butë, jo shumë i fort. E kuptaj. Edhe sikur dhe shumë mos ta punoni, nuk ka nevoj, a i përsëri bëhet shumë i mirë. Ja, tani e shikojmë neve nëse... Merë s'ka që. Ja, kështu. I edhim anash, pak uj. Edhe, pasi kemi hedhur edhe ujin tjetër, e shikojmë do me thënë se në çfarë stadi është brumi, kur e ka përsithur komplet mielli, fillojmë dhe punojmë me dorë. E rëndësishme te kjo pjesa e brumit ka qenë se neve këtu kemi shtuar kos. Asnjë gjë tjetër nga një brum i zakonshëm, i bukëve të zakonshme që bëjmë në shtëpia tona. Po thash që kosi i jep një tjetër shije dhe bën shumë të mirë brumin. Edhe opita poshtë u kati që e lezetshme? është bërë mirë? Po, mos do të nuk do shumë kohë, veç se na ul Anila të pak të në atë temperaturën, se nga që... E ngrita unë. Te buka, apo? Më them që bukët shumë pak janë gati. Bukët do t'i heqim. I heqim. Ti nxjerr bukët? Po, nëse mundesh, faleminderit. Mos po pres, kam gjysore që them bukët. Ja, të kryajmë një çik. Tani, për pjesën e brumit,
Okej. 2 minuta ko pas. Bëni palosje, do me thënë, në këtë mënyrë. Dhe e lëreni të butë brumin. Pastaj, në momentin, unë kështu e bëj edhe të bukës. E lë të butë, e duat që t'jeti butë. Nuk ka nevojë që ta punoni shumë. Më mirë lëreni kështu të butë, se në momentin që e nxirri pastaj bëni ato palosjet, si që i bërëm dhe ne te pjesa e bukës, edhe ato bëjnë shumë të mira pastaj. Kështu që mundoni ta bëni brumin sa më të butë. Të lyej pak anët. Po se keni idën sa të mira janë. Të lyej pak anët me vaj. Dhe këtu tani neve përdorim një letër guzhine ose një pecet guzhine. Ti mbuloj këto, kanë nevoj? Jo. Faktikisht duhen mbuluar, po tani neve do t'i mbajmë kështu që t'i shikojmë, kupton? Nuk është salli se... Se të mira kanë dalë. Unë pastroj duar tani. Edhe lë, thash që nuk duat që ta kem të fort brumi, se sa më i butë është brumi, aq më të buta bëhen bukët. Edhe thash, në momentin që vjenja tani, shiko si... Ja, këto janë palosjet, nuk ka nevojë të bëhet me forcë. Këto palosjet të ledhatimet e brumit... Po, ai do të mbulohet, si që thamë, dhe do të qëndroj që të vi brumi. E mbuloj me letër telefoni, tani kanë dhe gjëra të tjera këtu në... Po, është lehtësuar puna në kuzhinë pa fundë, pra gjithçka është bërë shumë praktike. Unë mendoj që tani do të nxjerrim nga furra edhe tavën tjetër, meqense jemi në fund fare. Katë? Se jemi në fund fare, po e nxjerrim dhe atë. Ke nevojë edhe për një pecet tjetër, se ajo është pak e rëndë. Ja të marrë të pastaj. Shikoje vetë, thjesht është tavë e rëndë edhe mos rrezikojmë duart, se ndodhin dhe këto në kuzhinë, të gjithëve në ndodhin. Kujdes, ka të lutem. Ja, ajo është shumë e rëndë. Shto dhe nxehtësinë tani që e ka bërë si barkë. Shiko, më pëlqen kjo korja kështu. Po, shiko mua që është e mirë dhe është e shishme, nuk diskutohet. Aq më shumë nga që neve përdorëm dhe përgatitëm edhe me kos. Dhe ka tjetër shije, nuk është buk, është buk me kos. Me thëni, kosi jep një tjetër shije. Tani, këtë e mbajmë neve atje, dhe në shkojmë të për pjesën e marmalatës. Të shajmë edhe marmalatën, sepse jemi në fund. E po shiko tani, edhe marmalata, si që patë neve nuk hedhim ujë brënda, thjesht, neve na u derdhë, faktikisht jemi sinqert, na i ku vetë ajo shkuma. Po, e vërtet është. Që të hiqim atë pjesën e shkumës juve, në momentin që e zjeni, dhe ju thash që ta zjeni në mënyrë, do me thënë, në temperaturë mesatare, pastrojeni këtë pjesën e shkumës lartë. Ja, ne nuk kemi tani, se na iku, na u pastrua vetë. Po, e bëri vetë procesin. Kështu që juve në shtëpi, hiqeni atë pjesën e shkumës, lëreni të zjej sa ato të zbutin, pastaj edhe të mpikset pak, pastaj lëreni të ftojt dhe do ta keni gati. Pra e kemi me lule shtyrit dhe me petale. Të hedhim pak në një, mund ta hedhim neve tani. Ne me kohën jemi në limite, por unë mendoj që dhe aty në tenxhere ajo duket. Duket? Po duket, se ajo duhet të lidhet tamam, duhet jetë pak më. Megjithatë, të hedhim pak kështu në pjatë. Sa për atmosferën ngjyre, po. Për ngjyrën e kësaj, do me thënë ja kështu. Por do të nxjerrin anvisat në momentin që ky lëngu të jetë i lidhur dhe mos të hapet në pjatë. Ne akoma nuk e kemi gati. Të jemi të sinqert. Por mënyra e përgatitjes është kjo. Atëherë, diku këtu afër, te bukët, thamë që nuk duhet të hapet lëngu kështu, duhet të jetë më i lidhur, më i piksur që të themi që e kemi gati. Kështu që juve do ta lëni në temperaturë mesatare, të zihet avash avash dhe do ta keni gati, pastaj ta lëni të qëndrohet, të ftohet dhe për ta konsumuar me bukë. Dhe mund ta përdorni dhe në mbërthira të ndryshme, në tarta, në kek të ndryshëm, apo çfarë? Ta përdorim kështu siç është. Përdorni si doni. Ne tani do e mbyllim. Ne sot kemi pasur me të qetë, sepse është dita e fundit e javës. Besoj që të kemi dhënë receta të vlefshme për gjatë gjithë javës. Mundohemi her pas here të sjellim receta të ndryshme. Dhe i sjellim, jo vetëm mundohemi, po i sjellim. Që sigurisht nëse juve nuk do t'i bëni ashtu tamam si neve ju themi, por do merrni, do si thua, do prekeni nga të ngacmani pak me një ide më tepër edhe. Kati, do bëni atë tuajën, se ashtu bëjmë të gjithë. Të shkëputemi, të bësh pushim, të lavish të hënën me energji të reja, të uroj një fundjavë të mbarë dhe të lumshin duar. Faleminderit, kënaqësi e dashur, faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina miropafshim, kalofshi një fundjavë sa më të bukur, ju bëft mirë dhe mos hezitoni, përgatisni familjet tuaja se vërtet do ngeleni shumë të kënaqur. Miropafshim, ju dua shumë. Publicitet.